Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 14 tetor i vitit 2025. Kam marrë shumë mesazhe nga ju në privat, e të tjerë më keni pyetur pse nuk kam bërë video. Arsye pse kam bërë video është se kam qenë në udhtim, por ndryshe kjo javë dhe java e kaluar shumë të zëna për mua. Ja që kam nisur vitin e ri akademik dhe do të merrem me klasa me studentë të tjerë. E di që kam bërë mungesa, por kam dashur të bëj video në ditët e kaluara, sidomos në datën 7 tetor që bëhej 2 vjetori i luftës që nisi me sulmin që Hamasi dërmori kundër Izraelit, por nga që jam i zënë nuk kam arritur të bëj gjë. Tani, le të bëj një përmbledhje të asaj që dua të them, kam shumë për të thënë, por do mundohem të jem sa më i shkurtër. Përpara një jave, sot është data 14, në datën 7 dhjetor të vitit 2025 bëhen 2 vjet nga momenti që Hamasi nisi sulmin e tij spektakolar kundër Izraelit, një sulm i cili shkatroi ushtrinë jugore izraelite, dhe si pasojë e të cilit sulm ne do të kemi më pas nisjen e luftës të egër dhe gjenocidit izraelit kundër Palestinës. Ky gjenocid, i cili sipas shumë organizatave ndërkombëtare, duke përfshirë këtu edhe ministrin e jashtëm të Rusisë, Sergej Lavrov, mendohet që të ketë shkaktuar diku rreth 600.000 të vdekur. Pra, nëse Gaza përpara 7 tetorit të vitit 2023 kishte një popullatër rreth 2.2 milion banor, në këto momente që ne flasim, popullata e Gazës mund të jetë 1,5 milion. Regjimi i Izraelit, i cili u gjet i papërgatitur dhe i habitur nga sulmi që ndërmori Hamasi, fillimisht do të futohet. Hamasi me sulmin e tij spektakolar arriti që, sikur pretendojnë izraelitët, megjithëse shumë atuk janë asnjëherë të vërteta kur dalin nga goja e çifutëve, po pretendohet që të ketë vrarë rreth 1200 kolon çifut dhe të ketë marrë 250 të burgosur, që mediat apo propaganda zioniste i quan pengje. Arsye pse Hamasi e nisi luftën e 7 tetorit vitit 2023 është për t'i dhënë fund bllokadës së Gazës, që regjimi izraelit ka futur Gazën që nga viti 2005-2006, kur Hamasi mori pushtetin në Gaza. Por ju që e njihni historinë e Izraelit dhe Palestinës, ju e dini që Izraeli kontrollonte kufijt, ajrin, ujin, çdo gjë të Gazës. E për më tepër, Izraeli kishte me mira të burgosur politik, fëmijë, gra, pleq, njerëz që janë arrestuar që në vitet 70, pesh me akuza falso. Dhe arsyeja pse Hamasi e nisi sulmin e datës 7 tetor ishte që të lironte këto pengje dhe të detyronte Izraelin që të hiqte sanksionet, embargon dhe të jepte liri Palestinës. Tani, sulmi që nisi Hamasi do të vazhdoj me kundërpërgjigjen izraelite nga data 7 deri në 10 tetor, ku militantët apo luftëtarët e Hamasit do të luftojnë me Izraelin brenda në Izrael, në për kibuce të ndryshme, po pastaj, për ju që mbani mend, në datën 8 tetor
ministri izraelit i mbrojtjes, ja harrova emrin, ai polaku Joef Gallanti do ta vendosi gazën në embargo totale, ku do presi ushqimin, ujin, energjinë elektrike, naftën, dhe Gaza do të kthehet në një burg. Gaza ka qenë burg që para në 7 tetori 2023, po tani ishte burg edhe pa ushqime edhe pa rrymë. Më pas lufta do të vazhdoj me nisjen e kundërsulmit izraelit, ku izraelitët përveç blokadës masive që do t'i bëjnë Gazës, do të nisin me bombardime masive, ku sikur edhe Netanyahu deklaroi në atë kohë, do i shpallin luftë armikut biblik që ai e quan Amalek. Dhe me sulmet që regjimi terrorist i Netanyahu do të bëj kundër Gazës, do vrasi me mira njerëz, do ketë ditë që do vriten deri në 1000 veta, do jetë një llahkari. Tani, në mbështetje të Hamasit do të hyjnë milicit të cilat që nga viti 2006 më saktë do t'i formsoj Irani, bëhet fjalë për Boshtin e Rezistencës, ku do të kemi Hizbullahin, do të kemi Huthit, do të kemi milicit që vepronin nga Siria, Republikën Arabe Siriane, milicit nga Iraku, por në krye të gjithave kuptohet që do të jetë Republika Islamike e Iranit, e cila do të ndërhyjë në luftë të hapur me atë që njihet si Boshti i Rezistencës. Boshti i Rezistencës do të hyjë në luftë ku rol më të rëndësishëm ndoshta do të ketë Hizbullahu, Huthit e Jemenit, milicit Hashd el-Shabi nga Iraku, të cilët do të hynë në luftë në krah të palestinezëve, duke filluar që nga data 8 tetor 2023, Hezbollahi do të hyjë në luftë në mbështetje të vëllezërve palestinezë. Çfarë do ndodhi është që nga tetori i vitit 2023 deri në nëntor të vitit 2024, lufta do të shkojë përgjithësi mirë për Boshtin e Rezistencës. Do kemi Iranin, i cili do të japi mbështetje ushtarake, politike, ekonomike për Boshtin e Rezistencës, por rolin më kryesor pas Hamasit do ta ketë Hizbullahi me Sejid Hasan Nasrallahin. Putja e Boshtit të Rezistencës në luftë do ta vendosi Izraelin në një konflikt shumë problematik, pasi sikur edhe Benjamin Netanyahu do deklaroj Izraeli u detyrua që të bëj luftë në 7 fronte. Lufta në 7 fronte që Izraeli do të bëj, do të jetë Izraeli do të luftoj kundër rezistencës palestineze në Gaza, Bregun Perëndimor, kundër Sirisë, kundër Libanit ku kemi Hezbullahin, kundër Irakut ku kemi Hashd el-Shabi, kundër nuk e dia përmenda Hizbullahin në Liban dhe kundër Iranit. Pra do kemi luftë në 7 fronte, nëse nuk harrova ndonjë. Dhe kjo do bëjë një problematik shumë të madhe logjistike për Izraelin. Por sikur mund ta kuptoni, Izraeli në këtë luftë do të mbështetet
nga Aleanca e NATO-s, Amerikanët, ku do të kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermanin, Francën, Britanin, Italin, Pekin, të cilët do të furnizojnë Izraelin me armë dhe Amerikanët në veçanti me para përveç armëve dhe spionazh gjithashtu. Sikur përmenda më herët, ndërsa Izraeli do të shkojë në kundër ofensiv dhe do të ketë sukses në vrasjen dhe zhdukjen e shumë udhëheqësve të rezistencës, ku fitoria e parë apo vrasja e parë që Izraeli do të bëjë do të vi në 19 maj 2024, kur Izraeli do të vrasi Sejid Ibrahim Raisin, presidentin e Republikës Islamike të Iranit dhe ministrin e jashtëm të Iranit. Vrasja e Raisit do të shoqërohet në vrasjen e disa generalëve iranian, bëhet fjalë për në vitin 2014, dhe kulmi i vrasjeve apo i sulmeve që do të bëjë Izraeli jashtë Palestinës do të vinë në datën 27 shtator të vitit 2024, kur Izraeli do të vrasi drejtuesin e Hezbollahit, Sejid Hasan Nasrallah. Përveç kësaj, Izraeli me sulmet që do të ndërmarrë kundër Iranit, me vrasjen e generalëve iranian që nga Siria, Libani, Iraku e tjerë, do ta detyroj Iranin që të kundër përgjigjet ushtarakisht kundër sulmeve izraelite, me operacionin Premtimi i Vërtet në prill të vitit 2024, Premtimi i Vërtet 1, Premtimi i Vërtet 2 në tetor të vitit 2024, dhe operacioni i fundit të Premtimi i Vërtet që Irani do të ndërmarrë kundër Izraelit do të jetë ai i vitit 2025 i qershorit, kur do të kemi edhe luftën dyditore ndërmjet Iranit dhe Izraelit. Tani, sikur po thoja më herët, lufta në përgjithësi do të shkojë mirë për boshtin e rezistencës, deri në momentin që Izraeli nëpërmjet atë që do njihej si the pager attack apo sulmi i biperave, do të arrijë që do vrasi rreth 4000 operativ të Hezbollahit në Liban, dhe pas vrasjes së këtyre operativëve, Izraeli do të kulminojë me vrasjen e Sejid Hasan Nasrallahut, sekretarit përgjithshëm të Hizbullahit, në 27 shtator 2024. Me vrasjen e Nasrallahut, Izraeli do të nisi gjenocid në Liban, duke shkatruar Libanin e jugut, biles edhe Beirutin e jugut, dhe si pasojë e terrorizmit ushtarak që Izraeli do të drejtoj kundër Libanit, do të detyroj më në fund Hezbollahin që në 27 nëntor, nëse s'jam gabim, i vitit 2024 të nënshkruaj armpushim me Izraelin. Por 27 nëntorin, nëse s'jam gabim për datën, është nëntor 2024, është pika ku boshti i rezistencës do të sulmohet nga një front i dytë. Nëse deri në këto momente boshti i rezistencës Iran, Hamas, Gjihadi Islamik Palestinez, Fronti për Çlirimin e Palestinës, Hezbullahi, Ansarët e Allahut në Yemen, Republika Siriane e Bashar al-Assadit dhe milicit islamike irakene do të përballen me NATO-n dhe me Izraelin. Sa do ndodhi pas nënshkrimit të armpushimit nga Hizbullahi, zionizmi do nxjerrë kartën që mbante rezervë dhe në luftë do të hyjë vehabizmi ndërkombëtar. Në datën, ta gjej pak datën,
Direkte në momentin kur Hizbullahi do të nënshkruaj, apo Hizbullahi do të shkruaj nënshkruaj armëpushim në Izraelin datën 26 nëntor të vitit 2024, një ditë më mbrapa, në datën 27 nëntor, nga Idlibi që kontrollohet nga Turqia, kia amerikane, miti turk, vehabizmi saudit, do të lëshojnë bandat tekfiriste të Abu Muhammed al-Gjolanit, dhe këto bandat tekfiriste do nisin sulmin kundër fillimisht Alepos, Hamus, derisa do të vinë në Damask, dhe në datën 8 dhjetor, nëse s'jam gabim, se i ngataroj datat, në datën 8 dhjetor, ky emiri i Sisit i Al-Qaidës për Sirin, në datën 8 dhjetor, 8 dhjetor, do të hynë në Damask, dhe ky është momenti, një ditë më herë, nëse s'jam gabim, që presidenti i Sirisë, Bashar al-Assadi, i gjetur në sulmin e koordinuar ndërmjet nga Izraeli, Al-Qaida, Turqia, NATO e tjerë, do detyrohet që me ndihmën e rusëve të tërhiqet nga Siria, në mënyrë që mos ketë fatin e Muammar al-Gaddafi dhe mos të vritet, dhe të arratiset për në bazën ushtarake të Latakias apo të Tartusit, dhe nga aty ai do të evakuohet për në Rusi. Me rënien e Damaskut fillon rënja e boshtit të rezistencës. Pra, për një vit, ndërsa Irani, Hamasi, Hizbullahi, Huthit, Irakenët, Republika Arabe Siriane, edhe pse sirianët nuk u futën zyrtarisht në luftë, por ishin ata që jepnin logjistikën për luftën palestineze, deri në nëntor të 2024, pra për një vit, lufta nuk ishte keq për boshtin e rezistencës. Dërsa Izraeli bombardonte Hamasin, e vriste njerëz, nuk do kemi genocidin masiv që do të vijë më mbrapa. Ama çfarë ndodhi është me futjen në lojë të vehabizmit zionist, dhe do dalë në moment dhe do shpjegoj se çfarë ka ndodhur, është që boshti për çlirimin e Palestinës do të trahtohet nga sunitët, nga vehabitët më saktë. Pra do të kemi këtë tradhtim e këtyre regjimeve arabe, regjime të cilat, për ata që kanë ndjekur lajmet apo edhe videot e mia, e keni parë se që kur nisi lufta në Gaza, në tetor të vitit 2023, Jordania, Arabia Saudite, Emiratet Arabe, Bahreini u rreshtuan hapur jo vetëm me amerikanët, por edhe me Izraelin. Se çfarë bëri i boshti i rezistencës, në momentin që nisi gjenocidi në Gaza, primat Houthi të Yemenit mbyllën detin e Kuq dhe filluan të bombardonin të gjitha anijet që mbështesnin gjenocidin në Gaza, anijet britanike, amerikane dhe izraelite, duke krijuar kaos në tregtinë globale. Por çfarë ndodhi është që arma më e fortë e zionizmit nuk ishin teknologjia superiore e Izraelit, nuk ishte spionazhi, por ishte lufta teologjike që do të bëhet nga vehabizmi saudit. Kjo luftë teologjike, sikur tregon edhe një shkrim i botuar nga gazeta The Washington Post, shkrimin po e hap, do ta ndaj këtu me ju, se Washington Post është me pagesë dhe nuk mund ta hap. Ky shkrim apo ky investigim, domethënë fantastik, që ka botuar gazetari David Kenner i Washington Postit, tregon se si shtetet arabe në momentin që nisi gjenocidi kundër Gazës, u koordinuan dhe bashkëpunuan me amerikanët dhe me Izraelin kundër boshtit të rezistencës kundër Iranit. Dhe ky studim, i cili është një studim fantastik, domethënë, tregon që
Pjesë e kësaj aleance nuk ishin vetëm Arabia Saudite, që dihet që është shtet zionist apo Emiratet Arabe, por ishte edhe Katari. Tani, shkrimi çfarë tregon? Tregon që ka patur një koordinim ushtarak ndërmjet Bahreinit, mund ta lexoni këtu. Domethënë ndërmjet Izraelit, Katarit, Bahreinit, Egjiptit, Jordanisë, Arabisë Saudite dhe Emirateve Arabe në luftë të organizuar kundër boshtit të rezistencës, i cili udhëhiqej nga Irani, që mbështeste Gazën dhe Palestinën, boshtë të cilin kuptohet, sikur edhe Benjamin Netanyahu i quhet Axis of Evil apo boshti i keqes. Pra, ka qenë Izraeli me regjimet arabe, tradhtarët, ata që tradhtuan Palestinën. Tani, në shkrimin e Washington Postit ka një detaj shumë të veçantë, dhe ky detaj ka të bëjë me videot që unë kam bërë në 2 bisedat e kaluara, që kam bërë përpara disa javësh, ku akuzoja Bekir 4.5 milion euro Halimin, Fadullah Bajramin, Ergin Shalën, Adem Avdiun dhe vehabistë të tjerë, që i akuzoja që janë bashkëpunëtor me zionizmin ndërkombëtar kundër Palestinës. Kuptohet që videot që unë kam bërë kanë shkaktuar tollovi, jam sulmuar, më kanë ofenduar, më kanë quajtur derdh, qafir, shiit, njeri që punon për Serbinë, për Greqinë, për Iranin e tjerë e tjerë. Megjithatë faktet janë fakte. Dhe Allahu donte që pak ditë pas videos time do dali ky studim nga Washington Posti, i cili do të tregojë se si fushata e luftës kundër boshtit të rezistencës për shtirimin e Palestinës ka patur bashkëpunëtor hoxhallar dhe habist. Dhe kjo fjali miq që e kam nënvizuar shpjegon më mirë. Çfarë thot kjo fjali? Për ju që nuk dini anglisht, thot personeli i CENTCOM-it, CENTCOM-i është komanda ushtarake amerikane, e cila koordinon luftën për mbrojtjen e Izraelit kundër Islamit në lindjen e mesme, ka planifikuar dhe ka organizuar takime për të lëshuar operacione informacioni, apo më saktë dizinformacioni, për të luftuar narrativën e Iranit, ku Irani e tregonte veten e tij si fuqia rajonale që mbronte palestinezët. Dhe studimi i Washington Postit thuhet si pas një dokumenti të vitit 2025, çfarë ka bërë CENTCOM-i amerikan në bashkëpunim me Izraelin dhe regjimet kukulla arabe, ka nisur një fushat propagandistike ku sulmoi Irani si shiit, Hufit, milicit e Irakut, regjimi i Bashar al-Assadit, sulmoheshin si armiq të Islamit, dhe kjo ishte e gjitha një propagandë që koordinohej nga CIA amerikane dhe nga Mossadi izraelit. Në videot e kaluara, unë kam treguar video të Avikai Ardai, që është krye koloneli i ushtrisë izraelite për propagandën kundër Islamit, është person që e ka studiuar teologjinë islamike, dhe ju keni parë në videot e mia të kaluara se si ai citon Ibn Taymiyan, Sheikh Bin Bazin dhe këta sheikët e vehabizmit, dhe i thotë që neve duhet ta luftojmë Hamasin, sepse Hamasi është bërë shiit. Tani, një rezume e shkrimit të Washington Postit, mund ta gjeni edhe në gazetën Impact, me titull Arabia Saudite, Emiratet dhe Katari bashkëpunuan me CENTCOM-in amerikan dhe Izraelin kundër Palestinës dhe Iranit në luftën e fundit. Thuhet që dokumentet e publikuara nga Washington Posti e tjerë kanë zbuluar një rrjet të gjerë të ushtrisë amerikane. Fjalia më me rëndësi që është për ju që nuk dini anglisht, është se në këtë shkrim thuhet personeli i CENTCOM-it drejtoi takime planifikimi për të nisur operacione dizinformacioni apo fitne në gjuhën fetare
për të kundërshtuar narrativën e Iranit, se është mbrojtës rajonal i palestinezëve, dhe sipas një dokumenti të vitit 2025 për të përhapur narrativën e partneritetit për prosperitet dhe bashkëpunim rajonal. Pra, me pak fjalë, përveç luftës me raketa, me dron dhe gjenocid që Izraeli bënte kundër palestinezëve, kemi patur edhe trushplarje, luftë propagandistike, ku është bërë propagandë kundër Iranit, Hamasit, Hizbullahit, Palestinës, nga grupet arabo-vehabiste, dhe sikur kam thënë në videot e kaluara, është që ajo që lehte Sadullah Bajrami, ajo që lehte Ergin Shala, ajo që lehte Adem Avdiu, ajo që lehte Bekir 4.5 milion euro Halimi, kundër shitëve, ajo që lehte Justinian Topulli, ajo që lehte Ahmet Kalaja, edhe pse këta ndoshta nuk e kanë kuptuar se çfarë janë duke bërë, puna është që ky ka qenë një operacion dizinformacioni i drejtuar nga CIA dhe Mossadi izraelit. Si ka funksionuar operacioni? Se dje pata bisedë me një shokun tim që rrin në Tiranë, me Vinin, ku më tha, "Ore, u takova tha me ca besimtar tha nga Dini e Hoxha tha dhe i thash që shifet çfarë po ndodh etj etj, ata më thonin mua mas se Irani tha nuk lufton me të vërtet, po ashtu o muhabeti se ata i urrejnë muslimanët edhe kanë në akidën e tyre që ne duhet vrasim 30 synit e budalliqe tjera." Tani, si funksionon dizinformacioni? Se dizinformacioni është arma më e fortë për ta mundur armikun. Në vitin 2003, kur George Bushi i dytë do pushtonte Irakun, në ato kohë shkoja në për televizione ku kundërshtoja pushtimin e Irakut. Dhe mbaj mend atëherë ka qenë një vehabist me emrin Emrim Koçi, te Dine Hoxha, që kur unë i thoja ne si musliman shqiptar do të jemi kundër luftës, tha jo, tha Saddam Husseini është shiit. Domethënë, propaganda saudite përsërit njëjtën gjë. Kur duan ta rrëzojnë Muhamet Morsin në Egjipt, e shpallin shiit. Kur duan të rrëzojnë Muammar al-Gaddafin, e shpallin shiit. Kur rrëzuan Saddam Husseinin, që ishte heroi dhe kampioni i sunizmit kundër shiizmit, edhe atë e shpallin shiit. Pra, e gjitha kjo është fushat dizinformacioni. Si funksionon fushata e dizinformacionit? Funksionon kështu. Unë jam katundar me emrin Emrim Pilafi nga katundi i Golobordos apo ku digjoni i Tujanit në Shqipëri që s'kam bukë të haj. Më marrin sauditët, më çojnë në Universitetin e Medinës apo Riyadit, po më pan që jam i bindur, më kthejnë në Shqipëri, më lidhin një rrogë, e më thonë, do bëhesh hoxh në filan xhami. Unë tani, përveç se do të mësoj Kuranin edhe hadithin njerëzve, do të edhe të mësoj urrejtje kundër Arabisë Saudite dhe armiqve të saj dhe të Izraelit. Duhet mbaj hutbe pse Muammar al-Gaddafi është kafir, pse Saddam Husseini është shiit, se Bashar al-Assadi është alevit, se këta janë bidatçi etj etj. Tani unë si idiot që jam, unë aq truk kam se mua më kanë gjetur që jam bari, unë nuk marr vesh nga politika ndërkombëtare, po unë bëj çfarë më thon. Unë e kam me plan program. Do mbaj për shembull 4 hutbe në javë, xhumaj një hutbe do ta bëj kundër shiitëve. E filmoj, ja çoj në Arabinë Saudite. Hutbeja i çohet dietar Pilafit apo dietar Groshës. Janë ata që e quajnë veten dietar, janë sa e vgjitër edhe ma gjypër që veshin, bëjnë çarçaf në kokë edhe veshin fustanella edhe hajnë pilaf. Unë përveç besnikrisë time që duhet tregoj kundër dietarit, edhe po e shava dietarin, do më thonë, tipo i ha mishin dietarit ton. Dietari e merr videon time, e përkthen, i kalohet muhabaratit saudit, ata thonë good job, Emrim Pilafi, po sulmon shiitët në Dragostunja, ku dëgjohen, më vjen rroga. Unë mendoj se jam duke luftuar shiizmin, adhurimin e varreve, bidatin e tjerë, po në të vërtetë kjo është luftë e Izraelit, sepse kjo propagandë që unë bëj kundër Bashar al-Assadit apo kundër Muammar al-Gaddafit
ndërsa unë besoj që po e bëj për hir të Zotit, faktikisht i shkon Muhabaratit Saudit, ai i kalon Centcomi ja kalon Izraelit. Do të thënë good job, ka idiot që punojnë për neve. Pra, le të dalim mbrapa në kohë. Lufta shkoi mirë për Hamasin deri në nëntor 2024, por me rënien e Sirisë, me marrjen e Sirisë nga vehabizmi ndërkombëtar, punët shkuan keq dhe sidomos që me ardhjen e presidentit Trump në pushtet, ku Izraeli do ta nxjisi Trumpin që edhe të filloj luftën. Lufta e parë në janar Trumpi do ta lëshoj kundër Yemenit, pasi jemenitët godisnin me raketa Izraelin në mbështetje të Palestinës. Më pas në luftën e qershorit 12 ditore Netanyahu do të tërheqi Amerikën edhe në luftë kundër Iranit, po punët u bën shumë keq për palestinezët pas ardhjes së Trumpit edhe pas shantazhit që Netanyahu do t'i bëj Trumpit që japi dritën jeshile Netanyahu që të kryej gjenocid. Dhe duke filluar nëse s'jam gabim që nga marsi i vitit 2025, Netanyahu çfarë bëri? Ai është që e mbylli totalisht Gazën, ku njerëzit nuk kishin as bukë, as ujë për të pirë, gjë që çovi reagimin e opinionit publik ndërkombëtar. Dhe për ju miq që habiteni edhe thoni ore pse proteston Greta Thunberg, pse protestojnë qytetarët e Londrës, të cilët janë të gatshëm që të burgosen, të arrestohen nga fashistët britanik, nga qeveria e qifutit Starmer, jordanezët, sirianët, egjiptianët nuk protestojnë për Gazën, është se në vendet arabe regjimet kontrollohen nga diktaturat vehabiste, kurse në Perëndim, në Malajzi, në Australi, në botën e lirë, në Kolumbi, në Venezuela, ku njerëzit janë të lirë dhe nuk kontrollohen me trushplarje apo me diktatura totalitare, ne kemi parë se si gjithë njerëzimi u çua në mbështetje të Palestinës. Tani që ka pres shkurt se duhet t'i edhe në punë, është që viti 2025 ishte vit shumë tragjik për rezistencën palestineze. Që ishte vit tragjik ishte pasi në qershor, pasi Izraeli të nisi embargon me uri dhe t'i vrasin në mas palestinezët, duke i lënë pa bukë, përveç që i vriste për ditë nga qielli, përveç shkatrimit të Hezbollahit, përveç rrëmbimit të Sirisë dhe vendosjes së diktatorit Ahmed al-Shara, do të kemi luftën kundër Iranit, luftën 12 ditore, ku Izraeli do të arrijë të vrasi shumicën e krerëve të ushtrisë iraniane, të vrasi me mijëra qytetar dhe me ndihmën amerikanëve të shkatrojë edhe programin nuklear të Iranit. Arsyeja pse ata zionistët do ta bombardojnë centralin nuklear të Fordos, të cilin e përmendi dje edhe Netanyahu, ka të bëjë me frikën që ishte Netanyahu dhe zionistët se Irani mos zhvillon bombën atomike, nga që ata, domethënë, Netanyahu e di që karta e fundit që Izraeli ka në zhdukjen e Islamit është bomba atomike. Në një moment që Izraeli do kuptojë që nuk ka nga ta mbajë më, do fillojë të hedhë bombë atomike dhe do t'i zhduki të gjithë njerëzit rreth e qark Izraelit. Tani, data 7 tetor i vitit 2025 përbën 2 vjetorin e nisjes së luftës masive të zionizmit ndërkombëtar. Tani, ndërsa Izraeli është shumë i suksesshëm në mobilizimin e vehabizmit idiot, në mbështetje të kauzës së tij, në përmbysjen e regjimit të Bashar al-Assadit. Assadi ishte guri i fundit i rezistencës arabe, dhe me instalimin e zionizmit Ahmed al-Shara apo Abu Muhammad al-Gjulani, Izraeli arriti fitore që nuk i kishte ndërruar më. Sa Nasrallahu, armiku kryesor, ishte i vrarë, nëpërmjet spionazhit arriti që të shkatrojë infrastrukturën e Libanit, dhe në Liban zionistët kanë instaluar një qeveri zioniste të drejtuar nga presidenti Aoun.
i cili po mundohet që ta çarmatosi Hizbullahin. Siria nuk ekziston më si shtet, amerikanët e kanë ndarë në Kurdistan, në Duruzistan edhe në Vehabistan, lartësitë Golan, mali i Heronit, deri në dyert e Damaskut janë pushtuar nga Izraeli. Ahmed al-Shara është një legend, një bir kurve që bën çfarë i thon zionistët, nga që ai thjesht do që të marri një rrogë edhe të bëj muta e zina me vehabistet që ka rrethëqarë. Pra, Izraeli ndërsa ka arritur kulmin e fitores së tij, duke neutralizuar Hizbullahin, duke shkatruar Sirin, edhe duke vrarë mbi gjysmë milion palestinez, problemi që Izraeli u përball me është rebelimi i Perëndimit. Qytetarët evropian, nga Londra deri në Tiranë, vëllezërit tanë në Tiranë, shumë nga ata që protestojnë nuk janë as musliman fare. Kemi këta muslimanët e mezhlisit, por shumica e hoxhallarëve vehabisti thonë besimtarë, vëllezër, mos shkoni në protest, se këta janë pederast, janë LGBTistë, i çon Turqia, janë ca shiit nga mbrapa. Më thënë vehabistët janë mjeshtra të dezinformacionit, por çfarë Izraeli u përball me është se ndërsa vendet arabe e tradhtuan islamin, dhe ndërsa Irani në një farë mënyre u izolua, duke ja prerë krahët, problemi është perëndimi. Problemi është qytetarët e botës lirë. Problemi është qytetarët që nga India deri në Afrikë. Dhe por më tepër, quarja e saj të djathës amerikane, MAGA, Make America Great Again, personat që mbështetën presidentit Trump që u quan hapur duke i thënë Trumpit çfarë mutli një duke bërë. Ne të votuan ty që të shpotosh Amerikën, po ti që nge më bjerë kurve, më legend, se sa demokratët edhe Joe Bideni. Dhe Trumpi tani, edhe pse zionistët i kanë marrë gocën, Jared Kushneri, shoku i Edi Ramës, që Rama i fali edhe ishullin e Sazanit. Kushneri është një nga kokat e zionizmit, e mafjes së Dajjalit ndërkombëtar. Muhabeti është që Trumpi u vendos në shumë presion. Njohja që ndodhi përpara pak javësh Palestinës, nga perandoria britanike, nga francezët, nga Britania e Madhe, Australia, Kanadaja, Portugalia, Malta dhe shumë vende tjera, e vendosën Trumpin me shpatulla për muri. Domethënë, i vetmi vend që vazhdonte të toleronte gjenocidin zionist në Palestinë dhe mbështeste ishte Netanyahu, ishte Donald Trumpi edhe ky biri kurvës që kanë instaluar në pushtet Rama. Biles edhe Maqedonia e Veriut është treguar më patriotike. Shqyr zotit që Kosova nuk është në KOB miq me këtë regjimin e Vjosa Osmanit edhe Albin Kurdit, se po t'ishin edhe këta do ishin rreshtuar me Izraelin, aq poshtër janë. Megjithatë, muhabeti është që Trumpi u vendos me shpatulla për muri. Ishte vetëm Amerika që e mbronte këtë koloni gjenocidiale. Patëm vende sikur Spanja, sikur Irlanda, që bën thirrje për ndërhyrje ushtarake, për të çuar trupat e tyre për të shliruar muslimanët e Palestinës, kur këta vehabiçi i vraft Allahu i madh, inshallah, thonin janë shit ata, le t'i vrasë Izraeli se ashtu është puna. Tani, gjithë kjo makabër miq, makabritet me sa duket, po ndalohet disi me atë që bëri dje presidenti Donald Trump. Ju që keni ndjekur lajmet, besoj e pat Trumpin, që dje shkovi në Izrael, ku shpalli, po e luaj videon e Trumpit, po e luaj pas në mënyrë që unë kem mundësi të flas, ku Trumpi shkoi dje në Knesetin Izraelit dhe i tha zionistëve me pak fjalë që duhet që ta ndërpresim gjenocidin që po bëni, pengjet që ju i doni ne po u akthejmë, po tani rrini mos hani më mut se s'kam ç'a t'ju bëj. Për persona që e pan dje Trumpin në Knesetin Izraelit, besoj ju e kuptuat fare mirë se çfarë ndodh. Donald Trumpi nuk është presidenti i Amerikës, Donald Trumpi është presidenti i Izraelit.
Qifutët i kanë marrë Trumpit peng, i kanë marrë gocën, shikoni këtu Netanyahun, ai një dy falenderonte bosin e tij Benjamin Netanyahun. Qifutët i kanë marrë gocën, qifutët i kontrollojnë shtetin, dhe për persona që e pan këtë video, sigur e pashun me shumë vëmendje, edhe pse ishte e gjatë, se ndoqja edhe fjalimin e Netanyahut, është që në sallë gjatë prezantimit të Trumpit ishte edhe Mariam Adelson, kurva, gruaja e zionistit qifut që kontrollon kazinot e Las Vegasit, Sheldon Adelson, që është një nga sponsorët kryesore të zionizmit amerikan. Ajo është rospia që financoi Trumpin që të vinë pushtet. Ajo është që i imponoi Marco Rubio si sekretar shteti, nga që Marco Rubio është zari i familjes Adelson. Pra dje, për ata që ndoshën fjalimin e Trumpit në Knesetin izraelit, të gjitha ato gjëra që unë, njerëz si Frymëzim Dauti e tjerë kemi thënë për video se çfarë ndodh mbrapa skene, pa e bardha në zez. Amerika është koloni e Izraelit, kontrollohet nga izraelitët. Trumpi pas e shkoi në Kneset, pas kësaj shkoi në Egjipt, ku kishte mbledhur këta udhëheqësit e të shtëquarturës botë myslimane, ku kishte thritur turqit, vendet arabe, Indonezin, Spanjën, Francën, Britaninë e Madhe e tjerë, ku në fjalimin që mbajti, pak a shumë mundua që të paqen që ai në një farë mënyre mundohet t'ja imponojë Netanyahut, megjithëse Netanyahu është bosi i tij, u mundua që ta legalizoj. Kam folur në për video të tjera, më duket për se shumë vetëm thonë se s'ke bë video, kam qenë shumë i zënë, por shumë video analizat mia mund t'i shikoni në TV televizion në TV, aty bëj video her pas here, intervista, dhe aty kam sqaruar këto. Plani 20 pikësh i Trumpit, që ai ja imponoi palestinezëve nëpërmjet Katarit, Egjiptit dhe Turqisë, është pak a shumë plan kapitullimi. Ajo që ndodhi dje, Hamasi u detyrua që të liroj të gjithë pengjet izraelite, po çfarë morin mbrapa ishte një 1800 veta. Dhe ata që Hamasi duhet çlironte, njerëz sikur Marwan Barghouti e tjerë, nuk u çliruan. Në planin 20 pikash, Trumpi, por edhe Netanyahu, kanë thënë që ne nuk do ta lëmë Gazën. Gaza do vazhdojë, do të jetë nën pushtimin izraelit. Çfarë ka ndodhur dje është që ka ndodhur vetëm një armpushim. Por Netanyahu tha që lufta nuk ka mbaruar. Ne do vazhdojmë luftojmë derisa të çarmatosim Hamasin dhe të katrojmë tunelet e Gazës. Çfarë ndodhi dje ishte pak a shumë një detyrim nga zionizmi ndërkombëtar nëpërmjet agjentëve të tij arabo-sunit që Hamasi të dorëzohej, të dorëzonte pengjet, Hamasi do të çarmatoset, Gaza do të mbahet nën pushtim. Në anën tjetër ishte edhe një skem vjedhje ku Donald Trump, Jared Kushner, Steve Witkoff, gjithë mafia qifute që sot drejton Amerikën, dhe dje ishte në Knesetin izraelit, i kanë vënë haraç Katarit, Arabi Saudite, Emirateve Arabe që të financojnë rindërtimin e Gazës. Pra, nëse do shohim ndonjë rindërtim të Gazës, ai do bëhet nga kompanitë e Donald Trumpit. Zionistët do vjedhin lek, ata shkatrun Gazën, ata vran gjysmë milioni njerëz, ata do vjedhin lekët e arabëve prapë. Dhe pak a shumë çfarë Trumpi i tha dje Netanyahut është në fjalimin e tij është që çka ke tha, ne i vram gjithë, e vram Nasrallahun, e bombardum Iranin, e shkatrum Asadin, i vram Yahya Sinwarin, bëm gjenocid, çfarë mund të ndomë. Këtë i tha troç për ata që ndoqën fjalimin. Në fjalimin që mbajti Trumpi në parlamentin izraelit, është e para i kërkovi presidentit Herzog ta fali Netanyahun, nga që Netanyahu ka frikë se do përfundojë në burg për korrupsion. 2, përmendi presionin që Amerika po përballet ndërkombëtarisht, ku njerëzimi urren Amerikën për atë që po bën për Izraelin. 3, i dha mesazh arabëve dhe palestinezëve, i tha që ju do qëndroni nën pushtimin izraelit. 4, u mundua t'i çoj mesazh Iranit, ku i tha Iranit prano paqen,
sikur kanë pranuar arabët, dorëzohu, sikur janë dorëzuar këto kurvat arabe edhe vehabiste, se nuk e rrugë tjetër. Edhe në fjalimin që u mbajt, si Trumpi, si Netanyahu përmendën se si ata kanë shkatruar Gazën, Hamasin, Hezbollahin, kanë vrarë Yahya Sinvarin, etj. etj. Këtu kam transkriptin e fjalimit që është mbajtur dje në Knesetin Izraelit. Është këtu. Edhe vetëm që t'ja tregoj miq, t'ja tregoj edhe Sadullah Budalla Bajramit, se ata, unë nuk besoj që Sadullah është zionist, po Sadullah është Budalla. Ky çfarë thoshte dje Netanyahu, kur lavdronte ushtrin izraelite, thoshte ushtarët tanë thoshte kanë luftuar si luan, luftuan në vijat e qytetërimit kundër barbarizmit, se sipas Netanyahut ne muslimanët jemi barbar. E thot Izraeli arriti fitore të mrekullueshme kundër Hamasit dhe të gjithë boshtit të terrorit iranian, duke vrarë Yahya Sinvarin, Ismail Hanien, Nasrallahun, duke dëbuar Asadin, etj. etj. Edhe duke shkatruar edhe programin nuklear iranian. Pra, pak a shumë të njëjtat gjëra që thot Sadullah Bajrami, të njëjtat gjëra që thot Bekir Halimi, të njëjtat gjëra tha edhe Benjamin Netanyahu dje. Pra, armisht miq janë shiitët, boshti i shiitëve. U bëra vonë, duhet shkojmë punë. Kjo ishte pak a shumë një përmbledhje asaj që duhet thoja, janë tepër vonë. Inshallah, me lejen e Allahut, kur të kem kohë do bëj video të tjera dhe do sqaroj pika të tjera të asaj që ka ndodhur dje, në datën 13 tetor vitit 2025. Me pak fjalë është që, nëse do ta përmbledhja gjithë videon, është që Hamasi kapitulloi, u detyrua nga arabët, ndoshta edhe nga Turqia, por Katari në veçanti. Dy vendet arabe, sikur tregon studimi i Washington Postit, kanë bashkëpunuar gjithë kohën, duke përfshirë edhe Katarin, që ne mendonim që Katari është i mirë etj. etj. Kanë bashkëpunuar me Izraelin kundër Hamasit, boshtit rezistencës. 3. Kanë përmendur nëpër video të tjera, tani që Netanyahu vrau udhëheqjen e Hamasit, që nga Ismail Hanien te Yahya Sinvari etj. etj. Amerikanët me katarezët, me sa unë kuptoj, kanë ndërtuar një udhëheqje të re të Hamasit, njerëz që janë tradhtar, sikur u bë Yasser Arafati kur tradhtoi luftën e palestinezëve dhe e shiti çështjen. Ajo që ndodhi ku Hamasi i liroi pengjet pa liruar të burgosur të vërtet palestinez që vuajnë në përburgje kot, burgosur politik si Marwan Barghouti etj. etj. Dhe pa detyruar Izraelin që të lëj Gazën, tregohet qartë që udhëheqja Hamasit ka probleme. Nuk e di nëse i kanë kërcënuar me vrasje, ndoshta bombardimi që Netanyahu i bëri Dohës mund të ketë qenë një nga arsyet që detyroi emirin e Katarit që të detyroj Hamasin që t'i liroj pengjet. Por kush është përfundimi është që Hamasi nuk arriti atë që donte të arrinte, që t'ishte heqja e embargos së Gazës, shlirimi i Gazës, krijimi i shtetit Palestinës, lirimi i burgosurve politike etj. Çfarë do ndodhi me planin 20 pikësh të Trumpit është që Gaza tani do kthehet në një koloni që do të kontrollohet nga Izraeli dhe nga regjimet kupulla arabe. Pra koha kur Gaza ishte e lirë, kur drejtohej nga Yahya Sinvari, kur Hezbollahi me mbështetjen e Sirisë dhe Iranit kishin tunele, zhvillonin raketa dhe goditnin Izraelin, sa herë Izraeli dhunonte Xhamin Aksa, ka marrë fund. Zionistët, miq, në këto momente janë në ekstasi të madhe. Kjo është një foto, nëse s'jam gabim, nga Tel Avivi, që dua ta ndaj me ju dhe t'ju tregoj se kush është kuptimi i kësaj. Sikur edhe Netanyahu dhe qifutët i thanë dje Trumpit, i thanë ti je Cyrus i madh. Në historinë biblike, perandori persian Cyrus apo Dariusi është ai që i dha fund
largimit të detyruar të qifutëve nga Palestina, të cilët u morën nga perandori Nebukadnezar, u morën në Iran dhe nuk u lejonin të ktheheshin në Palestinë, por do ishte perandori persian Cyrus, ai që i liroi qifutët dhe i la ata që të ktheheshin mbrapa në Palestinë dhe të ndërtonin tempullin e dytë të Solomonit. Dhe tani zionistët po i thon Trumpit dhe ja than bjen në parlament sa herë, dhe Trumpi si idiot që është i bëj qefi, i thoheshin që tjede Cyrusi i dytë. Çfarë do të thotë kjo? Ashtu sikur Cyrusi biblik i lijoi qifutët që të kthehen në Jeruzalem dhe të ndërtojnë tempullin e tyre, tempull të cilin e mallkoi Jezu Krishti, ata duan që Trumpi t'i lejojë ata që të kthehen të zhdukin Xhamin Aksa dhe në vend të saj të ndërtojnë tempullin e tre qifut, apo atë që ne njohim si tempulli Daxhallit. Për ata që pan dje fjalimin e Trumpit në parlamentin izraelit, besoj miq, ju e keni kuptuar e bardha në të zezë, që Amerika është pushtuar nga Izraeli, Trumpi është ushtar i bindur i Daxhallit dhe ndoshta Daxhalli shumë afër për të shfaqur dhe zionistët do shkatrojnë kiblën e parë të myslimanëve, Xhamin al-Aqsa. Kur Xhamia al-Aqsa të shkatrohet, në atë moment vehabitët do ta kuptojnë krimin e madh që kanë bërë kundër Islamit, por unë besoj që në ato momente pendimi i tyre nuk do të pranohet, nga që do të jetë vonë. Kjo për sot. Selam aleikum wa rahmatullah.